Forumi i dialogut me tematik edhe disa hapa drejt BE, i organizuar këtë të shtunë në Vlorë nga ambasadori i Shqipërisë në Austri, Fate Velaj, ka bërë bashk figura të njohura ndërkombëtare dhe të politikës. Gjatë fjalës së tij hapse, ambasadori Fate Velaj tha se ky aktivitet është realizuar për të dëshmuar hapat konkret që Shqipëria ka bërë në rrugën drejt integrimit evropian dhe pamjen e saj në arenën ndërkombëtare. Dhe shkënaqësia ime ku Marta Kos ju tha ambasadorëve ministrës që Shqipëria ka gati 92% optimizëm të popullatës për BE. Në bisedën Marta Kos, unë i fola për konceptet e Shqipërisë, rrugën e bërë, po ajo mbi të gjitha që Shqipëria ku investohet më shumë. Ministrja e Jashtme, Elisa Spiropali, tha se integrimi nuk është çështje vetëm e Shqipërisë, por edhe e Europës. Këto nuk janë fakte të thata apo tregues statistikor. Janë një sinjal politik. Shqipëria ka ndërtuar kapacitetin për të ecur me ritmin e Bashkimit Evropian dhe besimin për ta merituar bashkimin me familjen tonë natyrale me Europën. Raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Andreas Schieder, tha se procesi i antarësimit nuk varet vetëm nga reformat, por në rezultate të prekshme që përkthehet në rritjen e standardit të jetesës në rang vendi. Pavarësisht këtyre teknikaliteteve që janë shumë të rëndësishme për jetën e qytetarëve, si zbatimi i reformës për luftën kundër korrupsionit, për sistemin gjyqësor, ose reforma që modernizojnë ekonominë, administratën publike që sjellin më shumë transparencë tek media, apo një sistem arsimor edhe më modern e më të mirë, këto janë vetëm mekanizme, sepse antarësimi në BE do të thotë që të keni një standard jetese, sidomos për të rinë, që të sjellë të gjitha përfitimet si dhe sfidat natyrisht, por edhe përgjegjësitë që ka çdo kush që është qytetar i BE-s. Ambasadori i Spanjës në Shqipëri, Gabriel Ventura, në fjalën e tij, theksoi se 2 vitet e ardhshme janë të rëndësishme për Shqipërinë dhe se ajo duhet të zbatojë reformat e ndërmarra që i shërbejnë antarësimit të saj në Union. Kemi 2 vite kritike negociatash përpara nesh dhe Shqipëria duhet të vazhdojë të ecë në mënyrë vendimtare me procesin e reformave që ka nisur. Ambasadoria franceze në Tiranë, Catherine Suard, tregoi se Shqipëria ka patur përparime në shumë fusha të ndryshme, sa i përket drejtësisë, digitalizimit, mjendisit dhe të tjera, çka dëshmojnë për afrimin e saj me vendet e Bashkimit Evropian. Sepse Shqipëria nuk bën vetëm ecën drejt Evropës, ajo e përshpejton apo më saktësisht ajo e shtrin hapin. Në fakt, reformat e ndërmarra janë hapa të mëdhenj strategjik që e transformojnë në thellësi fizionominë e Shqipërisë, duke e bërë më afër, më familjare, më të përputhshme, më të lidhur, më të integruar me Evropën tonë. Shqipëria është një kandidat zyrtar për antarësim në Bashkimin Evropian që një qershori i vitit 2014 dhe është duke negociuar hyrjen për në Union.